E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të komentuar pak ngjarjet më të fundit që ndodhin në Big Brother VIP Kosova. Edhe në Big Brother VIP Kosova, sot flasim për një treshe shumë interesante. Alba, Dolce, Limi. Me hyrjen e Limit, gjërat ndryshuan shumë në shtëpi, apo unë do ta them me hyrjen e Limit, gjërat i ndryshuan shumë Albës. Në asnjë mënyrë nuk do të kisha përkrahur asnjë djalë i cili lëndon një femër, edhe pse nga sytë e Albës, nga qëndrimi i Albës, nga shikimet e Albës, kur Limi thonte gjasme të vërtetën për raportin e tyre, unë pash një Alba që u mundua t'ja lironte rrugën Limit, edhe t'ja jepte të gjitha relatat atij. Do me thënë t'i thonte që ti dëshiron ta mbyllësh të marrëdhënien, mbylle, por nuk ka qenë kështu marrëveshja jashtë. Dhe siç duket, Alba doli kjo gënjeshtarja. Alba kërkon të del nga shtëpia. Pse kërkon të del? Sepse Limi po krijon një marrëdhënie me Dolce. Tani edhe Dolce këtu nuk e quaj normal. Do me thënë Dolce, unë kam thënë që është një vajzë që gjithmonë dëshiron të përfiton nga këto lloj marrëdhëniesh, me qetësi, me buzëqeshje, me butësi, ajo e merr atë që don dhe pikërisht ajo fitoi zemrën e Limit në një farë mënyre. Fitoi vëmendjen e Limit. Le mos ta themi zemrën, po vëmendjen e fitoi. Dhe sa njerëzore është për një vajzë e cila bëhet pjesë e një historie, bëhet pjesë e një ngjarje, duke qenë një ngjarje kaq e ndjeshme, dhe do me thënë duke e lënduar publikisht një vajzën tjetër dhe duke e quajtur ti je një vajzë e falimentuar. Do me thënë Albën e quajnë vajzë të falimentuar në dashuri. Dhe është kjo e pasura, le të themi në këtë drejtimin, që ditë i dhuroi Limi dashuri, ditë i dhuroi Limi mbështetje. Për mendimin tim, Limi e tha që unë kam hyrë këtu për një next, po për mendimin tim nuk mund të bësh fenomene të këtilla, vepra të këtilla ndaj një vajze e cila ty vërtet ka dashur, dhe ndaj një vajze që ja dim historinë, që me ty është je personi i fundit, do me thënë në jetën e saj. Se Alba e dim që nuk ka marrëdhënie me familjen, etj etj. Nuk ka marrëdhënie nga muhabetet që di unë për faktin sepse do me thënë familja ndikohet shumë nga paragjykimet. Dhe me patjetër mentaliteti ku jetojnë është shumë e vështirë për të pranuar një vajzë e cila ka qenë në përputhen, e cila ka bërë skena në Fermën VIP, e cila ka bërë skena Big Brother VIP Kosova. Normal janë paragjykime që me njëherë do me thënë e vejnë drejt një drase dhe e ngjisin në kryq. Unë mendoj që Alba duhet të jetë e fortë, edhe pse Alba dëshiron që të largohet nga shtëpia. Do me thënë e ka marrë si vendim, sepse unë e dija që Alba nuk do ta përballon dot. Unë e dija që Alba do largohet, se pikërisht në momentin që Alba e pa Limin me vajzë tjetër në Fermën u largu. Tani nuk më duket njerëzore kjo që ndodhen edhe nga ana e produksionit, sepse mendoj që ta prekësh njeriu në dashuri është ta prekësh në pikën më të dobët. Dhe për këtë gjë dua të marr mendimin tuaj për këtë raport të ndërtuar.